unë gjatë jeta uroj të jeni mirë. Në 13 shtatorin e vitit 2025, jo më larg se 3 muaj që kanë shkuar, unë kam bërë një video këtu poshtë, mund ta shihni tek kutia e përshkrimit, një video e cila ka një titull që thotë: a është Albin Kurti anti-amerikan? Kam shpjeguar aty në mënyrë të imtësishme këndvështrimin tim se si unë besoj dhe mendoj a është Albin Kurti anti-amerikan apo jo, ku kam argumentuar se përse ai nuk është i tillë. Sot do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme, që ka të bëjë me ekuilibrat rajonal, ka të bëjë me lojën e re gjeopolitike dhe me përplasjet e jashtëzakonshme që po ndodhin sot në Tiranë, në trojet shqiptare në përgjithësi, në Prishtinë dhe kudo, ndërmjet dy rrymave. Rrymat anti-shqiptare të kamufluara me Amerikë dhe me Perëndim, dhe rrymat pro-shqiptare, të cilat edhe kur bien dakord, edhe kur nuk bien dakord me njëra tjetrën në politikë, janë korrekte në linjën kombëtare, në linjën e interesave strategjike shqiptare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë dokumentin e strategjisë mbrojtëse të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku flasin për planin amerikan për hemisferën perëndimore në botën e re që po lind. Atë e kemi analizuar pak, unë e analizova nga Katari, nga Doha kur isha, do të flas sërish për Dohan dhe për Katarin, sepse atje kanë ndodhur gjëra të mëdha, në një emision që e kam titulluar Dokumenti që do të ndryshojë botën. Ju e keni parë atë masivisht. Më 13 shtator të 2025-s ju argumentova në videon a është Albin Kurti anti-amerikan, video të cilën do ta gjeni poshtë te kutia e përshkrimit e përsëris, ku fola për lojrat dhe filmat që bëhen këtu në trojet shqiptare, në emër të Amerikës, në emër të Serbisë, në emër të Rusisë, të Kinës, të Europës, dhe si janë lojtarët dhe si luajnë ata. Po të shohim dokumentin e strategjisë mbrojtëse amerikane në ditët e fundit, kuptojmë se të gjitha pretendimet se ne jemi duke u prish me Amerikën, jemi duke u prish me Europën, dhe të gjitha gjithë kori i renave dhe i mashtrimeve, të cilat bënin sikur ishin të shqetësuar për marrëdhëniet me Amerikën, qoftë në Prishtinë, qoftë këtu në Tiranë, nga kori i shqipfolësve të cilët mendojnë serbisht dhe flasin shqip, qoftë në dimensionin lingvistik, qoftë në dimensionin gjeostrategjik, ne kemi zbërthyer vazhdimisht se çfarë lloje e pisët luhet sot me shqiptarët. Unë ua kam thënë vazhdimisht, dhe ju a kam treguar, dhe ju a kam shpjeguar se si pjesa më e madhe e atyre që fshihen dhe maskohen me flamur amerikan, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, janë duke luajtur pikërisht të kundërtën asaj që pretendojnë se po luajnë. Ndërsa ata të cilët janë të persekutuar dhe të goditur dhe të sulmuar nga i gjithë establishmenti hajdut anti-shqiptar mediatik, me gazetarët e prime time-it, të cilët janë në 99% të Beogradit dhe të qarqeve armiqësore shqiptare, ua kemi shpjeguar natë për natë se çfarë lloje të pisët po luajnë, i kemi aty të dokumentuar. Tashmë shihni për kuriozitet, do ju jap mundësinë të shikoni atë që unë e kam thënë, dëgjoni në 10 minuta, çfarë ju kam thënë përpara 3 muajsh, urdhroni, ndiqeni dhe bashkë do të rishihemi, ta komentojmë atë që kemi thënë më njëherë pasi ta dëgjoni. Regjia. Kurti jo vetëm që nuk na prish dot me Amerikën, edhe s'ka fuqi ta bëj këtë, por nuk e ka në planet e tij, sepse Kurti nuk është psikopat që të shkojë deri aty sa ta çojë në përmend të prish marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën. Pse? Kurti mund të ketë 1001 probleme. Kurti mund të ketë 2000 probleme, 10.000 probleme. Nuk e keni qef, as unë nuk jam me Kurtin në linjën ideologjike. Kurti është i majt, unë jam i djathtë, Kurti ka bindjet e tij, unë kam bindjet e mia, por kombi është vije kuqe. Kombi do ta mbrojmë gjithë bashkë. Majtë, djathtë, çfarë të jemi, sepse ne e duam apo nuk e duam, na pëlqen apo nuk na pëlqen njëri tjetri, kemi detyrë të mbrojmë kombin të gjithë bashkë.
Tani, këto historit që kur ti është tradhtar, se kur ti do na prishin ne me Amerikën, se kështu do vim ne, kjo është një lloj si në Shqipëri. Të gjithë në Shqipëri, të gjithë hajdutët, të gjithë maskarejt që e kanë shkatru Shqipërinë, sa më shumë kanë thirrë Amerika, aq më shumë na kanë vjedhur. Fillimisht duhet të ndajmë luftën politike të brendshme në Kosovë, e cila është më se normale, partitë e opozitës të cilat janë hedhur në sulm për të thënë se Kurti po na prish me Amerikën e po na bën me Amerikën, në pamje të parë politika përpiqet që t'i ngatërrojë situatat dhe t'i vendos gurët e shahut në tryez sipas interesave të lojës së brendshme politike. Për shembull, po të shohim në Kosovë, Kurti po bën tradhti kombëtare. Në fakt, ka një pyetje më të madhe që sqaron gjithë këtë. A ka mundësi Kurti të prish marrëdhëniet me Amerikën? Përgjigjja është e thjeshtë, miqtë mi të dashur. Jo Kurti, por edhe 50 kurta me dal. Nuk kanë asnjë mundësi, kanë zero shans që të prishin marrëdhëniet e Kosovës dhe ekuilibrin strategjik të marrëdhënies Kosovës me Amerikën. Pse? Marrëdhënia e Kosovës me Amerikën, marrëdhënia e Shqipërisë me Amerikën është më e madhe se sa çdo lloj pozicioni politik apo se çdo lloj emri politik. Ne këtu në Shqipëri kemi vuajtur për 34 vite, atje në Kosovë është shteti më i ri, për 34 vite këtu në Shqipëri, kanë bërtit këta Amerika 34 vjetë, na e kanë qa daullën e veshit, Bashkimi Evropian, integrimet europiane, rroft SBA-ja, rroft Washingtonin, ndërkohë gjysmat kanë punu për Beogradin dhe për qarqe të tjera të cilat janë duke tentuar të minojnë çështjen kombëtare shqiptare. Pra, sa herë të dëgjoni amerikanizma me zë të lartë, nuk janë pro-amerikan, janë disa njerëz të cilët për qëllimet e tyre politike, hajdutët e Tiranës për shembull, kanë 34 vjet që u lërasin rroft Amerika. Sa kanë bërtit Amerika, aq më shumë e kemi hëngër ne. As nuk ndërtun shtet demokratik, as institucione qëndrueshme, as demokraci funksionale, as zgjedhje. 2025 Shqipëria drejtohet nga një Amerikan i Surrelit, që quhet Edi Rama, në bashkëpunim me ortakun e tij në opozit, Sali Berishën, nuk len as të bësh zgjedhje, as të hysh në procese demokratike, as të numërosh votën, as të shohësh sa vota ke. Dhe Shqipëria është një bazë operacionale e krimit organizuar, një bazë operacionale e trafiqeve të kokainës dhe një vend i cili drejtohet dhe komandohet nga bandat dhe nga krimi organizuar. Këta kanë 34 vjet që thonë rroft Amerika. Pra, të shkojmë në Kosovë, ta kuptojmë me kujdes, doni ta rrezoni Kurtin sepse e keni hasëm politik, mshojeni sa të mundeni. Hajde ta rrezoj edhe unë bashkë me ju. A doni ta heqim Kurtin se s'ka arrit ekonominë, se s'ka arrit pagën, se nuk ka shtruar rrugët, se nuk ka bërë asnjë arritje, se nuk ka rrit pensionet, se nuk ka përmirësuar shëndetësinë? Hajde ta heqim Kurtin. Por mos i gënjeni shqiptarët, as ata të Shqipërisë, as ata të Kosovës, se Kurti pas ka fuqi dhe pas ka mundësi me prish Shqipërinë apo Kosovën me Amerikën. Këto janë rena, këto janë pallavra. Kurti si politikan dhe Kurti si drejtues i lëvizjes vetëvendosje dhe Kurti si profil i një politikani kombëtarist janë disa gjëra të ndryshme. Në rajonin e Ballkanit, menjëherë pas agresionit rus në Ukrainë, kanë nisur të shtohen qartazi, epshet dhe dëshira apo planet të palëve të treta për të ndikuar në rajonin e Ballkanit dhe për të zëvendësuar dal nga dal gradualisht influencën amerikane në Ballkan. Kush e ka bërë këtë? 2 rivalet më të mëdhenj të Amerikës. Kush janë? Është Rusia, është Pekini. Ka dhe lojtarë të tjerë të cilët duan të luajnë në Ballkan.
E bëm të gjithë këtë panoramë që të kemi parasysh, vëllezërit e mi të dashur, që marrëdhëniet e shqiptarëve, qofshin ata të Shqipërisë, qofshin në rajonin e Ballkanit, por edhe të Kosovës, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk janë marrëdhënie që i përcakton një personazh i vetëm, qoftë ky Kurti, apo qoftë Rama, apo qoftë Berisha, apo qoftë çdo lojtar tjetër. Cili është konteksti i ri gjeopolitik i Ballkanit? Konteksti i ri gjeopolitik është se jemi në një moment gjeopolitik jashtëzakonisht të rëndësishëm ndërkombëtar, ku po riformatohet dhe po ristrukturohet arkitektura e sigurisë së planetit. Përveç ristrukturimit të arkitekturës së sigurisë së planetit, po ristrukturohet dhe arkitektura gjeopolitike dhe e fuqive dhe e forcave dhe ekuilibrave të influencës në rajone të ndryshme të botës, sepse bota po kalon nga një botë unipolare e drejtuar vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një botë që nuk do të drejtohet më vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do të drejtohet nga disa lojtarë, dhe ajo është multipolariteti pra në cilin ne kemi hyrë. Në qoftë se Kurti tenton nesër të prish shqiptarët me Amerikën, e kapin me helikopter Kurtin, edhe e marrin, e hedhin mes të oqeanit Atlantik, e hap peshku edhe nuk gjenden më as kockat e Kurtit. Çfarë thoni ju të prishësh marrëdhënien? Këtë ja bëjnë Kreshnik Osmanit, nëse do ta çojnë në përmend, dhe kujtdo tjetër më të fortit që mund vi. Ama të refuzosh Amerikën apo t'i thush Amerikës këtu shkon, këtu nuk shkon, nuk është tradhti kombëtare. Është bisedë, dialog ndërmjet partnerëve dhe ndërmjet miqve dhe ndërmjet aleatëve. Shqiptarët dhe Amerika kanë të njëjtat interesa në rajon. Ti kuptojmë. Kjo është arsyeja pse Amerika rri me ne. Nuk rri këtu sepse ka qef të haj turshi Prizreni, ase ka qef të haj mish atje në sharrin, mish të freskët në malin e sharrit atje në Prizren, ase ka qef që të haj patatet skuqme për Kosovë, ase ka qef sytë tuaja të bukura dhe sytë e mi të bukur. Rrit sepse ka interesat e veta gjeopolitike rajonale. Kjo nuk ndodh sepse Albin Kurti është anti-amerikan. Albin Kurti është i majt dhe mund të jetë edhe amerikan në thelb të tij. Nuk ka asnjë dyshim të madh apo nuk ka ndonjë hata të madhe që ai të ketë diçka tillë. Por Albin Kurti nuk ka luajtur mendësh, as ka fuqi, as ka dëshirë dhe as ka mundësi për zënë Amerikën nga Ballkani. Amerikën nga Ballkani e përze vetëm Kina me Rusin. A do ta bëjnë apo jo, këtë do ta vendosin amerikanët se si do të luajnë në Ballkan. Do të lejojnë që të shkatërrohen aleatët e tyre shqiptarët nga një klasë ordinere politike këtu në Tiranë dhe atje në Kosovë, apo do t'i forcojnë shqiptarët? Ky është vendim amerikan. Ne nuk e marrim dot, ne nuk përballemi dot me Kinën dhe me Rusin. Ju duhet ta keni qartë këtë. Hashu plakat Kurti sot, sepse Amerika do bashkë me Bashkimin Evropian, pra sfera perëndimore, duan që ta mbajnë Vučićin dhe Serbin këndej nga ana jonë. Nga ana e perëndimit pra duan ta mbajnë. Pse? Sepse Vučići është duke hedhë vickla, shkon armatoset në Kinë, armatoset në Rusi dhe i thot Amerikës me BE-s ne jemi me ju. Ndërkohë destabilizon Kosovën. Çfarë po bën Kurti? Po refuzon Zajednicën, po vendos siguri në kufirin e Veriut dhe po godet sulmet, po neutralizon sulmet terroriste të organizatave terroriste të lidhura me Beogradin. Çfarë Zajednica? Është bosnjozimi i Kosovës, që do thotë është fundi i projektit të pavarësisë Kosovës, është gozhda e fundit tek arkivoli i Kosovës, Zajednica, që është asociacioni. Tani ti biem Kurtit, pse nuk arrit pensionet apo pagat, apo sepse nuk kam hap vende të reja pune, apo se nuk ka shtruar rrugët, apo sepse bën demagogji komuniste dhe nuk ofron zgjidhje reale, hajde ti bim dhe ta heqin. Por nuk ishin ëngjëj ata që ishin para Kurtit. Edhe ata kanë vjedh me këtë Amerika dhe nënën ja kanë lujt korrupsionit.
Doni ta heqim Kurtin, t'i bim Kurtit se kemi kundërshtar politik, hajde t'i bim sa dush. A doni ta heqim Kurtin që t'vi Memli Krasniqi me atë tjetrin të LDK-s? Hajde ta heqim Kurtin dhe t'i provojmë Memlin me PDK-n, me LDK-n, bashkë me partinë e Rambos, Ramushit, edhe t'i themi se do bëjmë këta mrekullit kur t'hiki Kurti. Hajde ta bëjmë. Nuk e kemi qef Kurtin sepse nuk i kre flokët me model si Rambo. Hajde ta heqim Kurtin se s'na pëlqen modeli i tij flokëve. Por të themi se Kurti ka qëndrim gabim dhe po na prish ne me Amerikën sepse nuk pranon që të vendoset gozhda e fundit tek arkivoli i Kosovës nëpërmjet implementimit të Zajednicës, kjo është, nuk shkon. Nuk shkon. Çfarë po ndodh atëherë? Amerika ka nevojë gjeopolitike që të tregohet si lojtar i balancuar në Ballkan. Që të tregohet lojtar i balancuar e bën sepse ka nevojë që të ketë ndikim në Ballkan. Që kur të flas me serbët, me europianët dhe me fuqitë e tjera, Amerika ka nevojë të shfaqet si lojtar balancues dhe ekuilibrues. Dhe që të jesh lojtar balancues dhe ekuilibrues, duhet t'i biesh dikujt dhe të ngresh kamzhikun. Kujt i bi Amerika? I bi kalamajve të vetë këtu në Ballkan. Kush janë? Janë shqiptarët. Pse i bi shqiptarëve? Sepse shqiptarët i kanë xhep. Shqiptarët i kanë xhep. Ky është kalamani im, thot, ja shkul veshin sa herë të dua, edhe i them serbëve, e more vesh si ja shkula veshin Albin Kurtit. E pat si e ndërpreva dialogun strategjik. E pat se si e ndërshkova Kosovën. E pat tani ti Çembirçeni i thot Vučićit, mos fillo të bësh filma dhe të shkosh të armatosesh në Kinë dhe në Rusi, se ti këpusin veshët. Ky është mesazhi. Ja pra, ju e dëgjuat se çfarë kemi thënë. Ju e pat që i kemi thënë të gjitha. I kemi shpjeguar të gjitha dhe kemi treguar se ata të cilët pretendojnë se janë pro interesave shqiptare dhe se po na prishnin me Amerikën, po na prishnin me Europën, po na prishnin me Perëndimin, janë ata të cilët gjatë gjithë këtyre viteve kanë folur për interesat e Serbisë. O kanë folur për shkëmbim territoresh, o kanë folur për Zajednicë, asociacionin e komunave serbe, o kanë folur për mini Schengen ballkanik, o kanë folur për gjithçka tjetër, e cila vetëm me interesat e shqiptarëve që nuk ka lidhje. Ka lidhje vetëm me lojtarët e Beogradit këtu në Tiranë, të cilët në aleancë me të njëjtët lojtarë, të cilët luajnë në Prishtinë, kanë luajtur lojën e maskës amerikane në mënyrë që të bëjnë eksaktësisht të kundërtën e saj. Ne u ofenduam, u sulmuam, u sham, dhe unë ua kam thënë historikisht, jo Donald Trumpi, po 50 Donald Trump të vinë. Ne ishim ata që u rreshtuam me krahun e djathtë amerikan në zgjedhjet e shkuara. Dhe vëllezërit nga Kosova na kanë sulmuar, na kanë akuzuar, na kanë sharë, madje edhe një pjesë e vetëvendosjes. Por ne e kuptojmë që njerëzit e thjesht nuk e kuptojnë lojën, ndaj jemi të gatshëm përballemi me të gjitha përshtymat për hatër të Shqipërisë dhe të Kosovës. Sepse populli poshtë është naiv një pjesë e madhe, një pjesë kupton dhe hesht, një pjesë e ka kuptuar lojën, po s'ka fuqi të bëjë gjë. Ua shpjeguam të gjitha dhe ua kemi treguar vazhdimisht. Kujdesni vëllezër në Kosovë. Kujdesni. Sikurse ua kam shpjeguar që unë me zotin Kurti nuk takohem në ideologji. Ai është e majtë ekstreme, unë jam e djathtë, nuk puqen ideologjikisht, por linjat e përgjithshme. Janë kombi, janë Shqipëria, janë Kosova, këtu e kemi me detyrim që të jemi bashkë, me detyrim dhe me përsaktim. Dhe kjo është arsyeja përse pjesa më e madhe e atyre që kanë sulmuar Kurtin në Prishtinë dhe atyre që e kanë sulmuar Kurtin këtu në Tiranë, sikur ai është gjoja në emër të luftës kundër Sorosit, e kanë bërë këtë pikërisht për të maskuar dhe për të mbështetur lojën e Edi Ramës në Tiranë dhe të miqve të tij në Prishtinë që luanin për agjendën e Sorosit që kishte synim
të çonte interesat e Serbisë kundër interesave shqiptare këtu në Ballkan. Ne u thamë vazhdimisht që edhe Trumpi që ju të vetëvendosjes i bët aq shumë sulm, ju e sulmuat aq shumë linjën tonë kur dolëm në mbrojtje të djathtës amerikane, sepse thatë do vi Trumpi dhe do ndaj Kosovën. Do vi Trumpi dhe do shkëmbej territore. Do vi Trumpi është me Serbinë. Ne ju a kemi thënë të gjitha. Këtoj arena, u a kam thënë dhe u a përsëris. Nuk ka Trump, as president amerikan që të vi dhe të mund të lëviz strategjinë e përgjithshme amerikane. Kur as ka qenë, as është, as ka për të ndodhur. Nuk ka mundësi ta bëj. U sham. Nuk ka pikë rëndësie se kush na shan ne. Rëndësi ka të kuptoni lojën tani. Kurti u godit nga ata që po luanin për Beogradit. Siç u a shpjegova në video, u a kam thënë 3 muaj përpara, u a kam thënë dhe 2-3 vite përpara kur dilja flisja nëpër mediat e Tiranës për gjeopolitikë dhe për çështjet e rajonit. Se për çështjet e Shqipërisë nuk më kanë lënë kurrë të flas. Dhe ata e dinë përse dhe me urdhër të kujt. Lojtarët e Tiranës që i shërbenin Edi Ramës dhe godisnin Albin Kurtin për llogaritë e Edi Ramës, duhet të gjenin një alibi. Kurti është me Sorosin. Ç'më duhet mua me kë është Kurti, në qoftë se Kurti po qëndron në parimin e identitetit ton kombëtar dhe të interesit ton kombëtar strategjik. Kundër ndarjes Kosovës, kundër shkëmbimit territoreve, kundër Zajednicës, Asociacionit Komunave Serbe, pro shtrirjes së autoritetit Kosovës, pro goditjes së grupeve terroriste të ardhura nga Radojčići, pra nga Aleksandar Vučići dhe nga Beogradi. Dhe mua, jo me Sorosin tjetë Kurti, po me 700 Sorosa tjetë. Mua nuk më intereson për sa kohë ai është në linjën këtu. Sorosi, Kurti është i majtë, do të përdorej si alibi nga lojtarët e Edi Ramës dhe të Beogradit për të godit Kurtin gjoja si anti-amerikan dhe si sorosian në mënyrë që të jepnin oksigjen bombulës së Edi Ramës dhe të shokëve të tij, aleatëve të tij në Prishtinë, të cilët e sulmuan Kurtin si prishësh të marrëveshjeve tona me Amerikën dhe si shkatrues të marrëdhënieve tona me Amerikën. Plani i ri amerikan dhe strategjia mbrojtjes amerikane sot i demaskoi dhe i la kuriq politikën e Tiranës, shërbëtorët e Ramës të cilët e goditën Albin Kurtin gjoja me alibin e Sorosit, ndërkohë që Kurti po mbante linjën kombëtare. Unë thash, unë nuk jam i majt as marksist, jam i djathtë. Por me Kurtin dhe me çdo që është në trojet shqiptare jemi të detyruar të luajmë njëri tjetrin në lojën e strategjisë kombëtare, kombi, Shqipëria, Kosova. Dhe trojet shqiptare me gjithë shqiptarët ku janë me interesat e tyre. Këtë e kemi thënë dhe ua kemi përsërit her pas here, dhe tek fillimi i kësaj video e keni 10 minuta me zë dhe me figurë si ua kemi thënë për para 3 muajve, që ishte vetëm përsëritja e fundit, asaj që e kemi thënë vazhdimisht. Strategjia mbrojtëse për Ballkanin e SBA-ve i nxorri la kuriq. Lojtarët e Beogradit në Tiranë, gazetarët e Beogradit në Tiranë, lojtarët politikë të Beogradit në Prishtinë dhe gazetarët e Beogradit në Prishtinë që flasin shqip dhe maskohen si amerikanë, me në krye Baton Haxhiovićin dhe shokët e tij në gazetari dhe me në krye këtu në Tiranë me Blendi Fevziovićin dhe me të gjithë elitat hajdute anti-shqiptare të prime time-it shqiptar, të cilat i shërbejnë 5 oligarkëve që i marrin parat nga Edi Rama dhe nga establishmenti sorosian këtu në Tiranë. Ky zhvillim i nxorri la kuriq i moralët
e Tiranës dhe të Prishtinës, politikan, gazetari intelektual, të cilët kanë 4 vite që qiren nga mëngjesi deri në darkë që Kurti është anti-amerikan. Ja pra që nuk qënë ka anti-amerikan, si që kemi thënë, ja pra që nuk ka fuqi Kurti të prish marrëdhëniet me Amerikën, si që kemi thënë, ja pra që strategjia amerikane, si që kemi shpjeguar fjalë për fjalë, nuk ka shans të rriqet nga Ballkani dhe shqiptarët janë në krahun e tyre. Po na prish Kurti me Amerikën, ky është i shit, ky është i Rusisë, ky është i Beogradit. Pikërisht nga ata që po bënin të njëjtën gjë, akuzojnë të tjerët për atë që po bëjnë vetë. Kosovë e kuptuat lojën, e kuptuat filmin, këtu në Shqipni duan pak kohë ta kuptojnë se këtu punojnë me valë të shkurtra. Ju atje ju ka mungu flamur i Shqipërisë dhe keni më shumë mall dhe nostalgji për Shqipninë. Sa po mori një kosovar nga Zvicra, tha do vi Krashnik, nesër tha do shoh nanën Shqipni. Rallë janë shqiptarët e Shqipërisë që më thonë mu, do vi në Shqipëri të shoh nanën Shqipni. Atje ka më shumë mall. Dhe sa më i madh tjetë malli dhe nostalgjia për Shqipninë dhe për çështjen kombëtare, aq më i lartë është dhe mundësia e manipulimit me ndjenjën kombëtare nga pikërisht nga të kundërtit e atyre të cilët ruajnë interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ne jemi faktori vogël, nuk jemi të fuqishëm këtë moment. Do të punojmë që të bëhemi, po na dha Zoti jetë dhe shëndet. Por ju duhet kuptoni sot se sa e pisët është loja. Dhe sa e ndyrë është ajo. Dhe si raporti dhe strategjia e mbrojtjes amerikane e riktheu Kosovën në zemër të interesit amerikan. Dhe pas dokumentit amerikan strategjisë mbrojtëse, doli Bashkimi Evropian hoqi sanksionet. Pra, çdo kush që ka godit Kurtin dhe Vjosa Osmanin me alibin se po na prishin me Amerikën dhe me Evropën, sot dolën la kuriq. Siç kanë dalë lojtarët e Tiranës la kuriq, të cilët do të largohen shumë shpejt, por shqiptarët duhet bëjnë kujdes të madh, sepse sheshet po pushtohen nga të njëjtët lojtarë që i prodhon Rama me Berishën dhe u financuan prej tyre, që të rrëmbejnë zemratën popullore sepse ata besojnë që ky popull është idiot. Ne më shumë se këto dritare mediatike nuk kemi fuqi të bëjmë. Mediat i kontrollojnë ata dhe sistemi i mashtrimit është masiv. Të gjithë ata të cilët goditën dhe shanë se gjoja do vi Trumpi, do jetë me Serbinë, Grenelli është kundër Kosovës, gjykata speciale kështu e ashtu e, ne jemi me perëndimin e ne jemi urgjent të bëjmë Zajednicën. Urgjent bëni gjykatën speciale, thonë Edi Rama, do u niste në Prishtinë me helikopter. Urgjent gjykatën speciale, urgjent. Albin Kurti po na prish me Amerikën, po na prish me Europën, ata e madhe. Këta ishin ata që po bënin këtë. Loja ishte aty dhe ne u tham. U tham para se të ndodhte. Dhe kemi thënë gjithmonë gjërat për para se të ndodhin. Bëni kujdes, sepse loja është shumë e pisët sot. Kasta e vjetër do të shporret. Hajdu të 34 vjeçarë do të shporren këtu në Tiranë. Por riciklohen me njerëzit e vet. Kujdes, ka 7 palë shërbime. 7 palë shërbime sot minimalisht në Tiranë përgatisin elitat e reja politike të ardhshme, po punojnë në Rogoz, por t'ju mashtru ju shqiptar. Dhe ju në Kosovë, në Paçi Fije Burni e nder, shikoni dhe kuptoni se si luhet loja e pisët.
me pro-Amerikë, pro-Europë dhe pro-Beograd, pro-Serbi. E kuptoni si luhet loja? Ju jeni të mençur vetë. Ndoshta e doni Shqipërinë më shumë se ne dhe se unë. Thirrini mendjes në Kosovë, në trojet shqiptare dhe këtu në Shqipëri. Sepse loja është tepër e rrezikshme. Është shumë e pisët dhe është shumë e kamufluar, shumë e vështirë për të kuptuar. Ndaj ne na doli fyti natë për natë duke ju a shpjegu me kujdes. Ja pra që Kurthi nuk ishte anti-amerikan. Ja pra që sankcionet e Europës u hoqën. Ja pra që Washingtoni e tha qartë në dokumentin e strategjisë së mbrojtjes. Nuk ka shkëmbim territoresh, nuk ka ndryshim kufish, shpejt urgjent ta marrim ta çojmë Kosovën në NATO. A doni më qartë se kaq për të kuptuar se kush ka luajtur për ju dhe kundër jush? Por atyre andej është vështirë t'ja hedhin. Ndaj do të paguajnë shtrejt, do të paguajnë për historinë. Por ata nëse paguajnë, mund të paguajmë ne edhe më shtrejt, në qoftë se nuk jemi gati për atë që po vjen, dhe në qoftë se nuk e kuptojmë sharlatanët e ri që i prodhon kasta e vjetër me paratë e saj të pista dhe të ndyra dhe u drejton natë për natë mikrofonat e televizioneve të fliqura të Tiranës për të mashtruar shqiptarët dhe për të krijuar njerëzit e ri që kur të largohen ata mos t'i gërvishin shumë, por të rinë dhe të mashtrojnë shqiptarët, të njëjtët që i dogjen votat e tyre. Jo më larg se 6 muaj më parë, për llogaritë të kësaj kaste që të mos hynte asnjë lojtar tjetër i ri. Ky është momenti historik, ju vendosni si të doni, bëni si të doni, por Shqipëria dhe Kosova janë në momente historike. Jepini dorën atyre që ju kanë treguar gjithçka ashtu siç është e vërteta dhe mos i shisni qëndrestarët tuaj për asnjë çmim. Po i shitët, do t'ju shqyjen qend dhe armiqt e këtij kombi dhe të kësaj toke, që i keni më pranë jush se damari i qafës, por shpesh nuk i shihni. Kaq kishim për sot, pjesën tjetër zhvillimeve ju e dini si gjithmonë. Ato vijojnë në numrin e ardhshëm. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.